A din pse? Pse kem po për u qëshin në ta demonstratët. Edhe mas me 93-in edhe atëherë kanë nisë ka pak kështu, buri ka thonë, dhe mu palu dhe me hekë fëmijën për këtujtë. A i një tutë edhe jo? Pa jom tutë dhe burin e o konë djallja stretit, mos me ma marrë në luft, a që ka po vinë mu, unë në punë 3.000 vacër me lanë shpi. Tonë, jonë konë për para, non. Kush e ka kry ushtrin, tonë ingreshi. Pse me shku, për çka? A i ka pru diçka lufta, kur kujna non, si ka pru lufta, kur gjo mirë. Që tash nisë, që 2 vjetosh, njona këtu mirëdia me burin, e ka shu një serbë, si me motër, jam t'i kalu. Kështu pra, për Blagica Popović nuk ishte as pak pengec fakti se ajo ishte serbe që të krijoi shoqëri me shqiptarët. Blagica e lindur dhe e rritur në Istok kishte një shoqëri të jashtëzakonshme me shqiptarët. Madje një shoqëri aq e ngushtë saqë e shihnin njëra tjetrën si pjesë të familjes. Kur nuk bëhet nona si koha, si përpara. Atëherë kanë këqyrë fejët. Neve që ashtu na kanë mësu nona baba. Me kanë njerëzit mirë dhe keqë. Tjerat fejët nuk janë këqyrë. Unë jam rritë me shqiptarët. Unë me Ajshën, me Gjisimin, me Azeminën, me Kumrinë, me ta na shkojshim na bashkë, kur s'kem këqyrë cilash, bashkë shkojshim në shkollë. Unë e kom pas kushtet e mira. Na shtash mare, mund ka punu baba, motra edhe vllau, kur jam kanë unë në shkollë mesme. 3 kanë punu. Na kem pas edhe lopët edhe kem pas shtëpinë e madhe dhe tash vlojem, po i man lopët e shtëpi këtu në Muzhëvina. Për ne, Blagica na rrëfen edhe kohën kur ishte njoftuar për herë të parë me burrin e saj, i cili 5 muaj më parë ka ndërruar jetë, fakt të cilin nuk po mund të mësohet ende. Jam kanë martu me këtu jam martu në Bellopoj. A i ke gjithë burrin vetë? Ajo kanë vetën, s'ka nana i ka dek para pse jena maru në aj, e baba mas 5 vjet i ka dek. Mas e qini martu? Po. Qysh e ke njoftu burrin të? Me burin mos ka mu linda si njeri, që tash me vetë në përpej. Pre ato, tonë kanë me të këllëzu. I ka pas tezën atje. Se nonën e ka pas pikline, viket e tezja atje jena. Keni njoftuar? Jo, ata kanë që burin e tezë, si ka kalzu babës. Babës teme, kur kanë doshtë me arë me më feju. Kur a i s'ka ditë me thonë, ajo kanë edhe me fmi, si shoku, si vlazën të kanë kalu. A i kur s'ka ditë mi britë, fmiva diçka. A i dike me i denu, ko si ka thonë balë, mamës, kur ngutë, a i veti nguckevi që kur dojshin mas me lujt, ki madhe i ngucke pak i thoj ke une jam djali nanës. E ti motra i një babës, ki vogli pak, se ka lujtë në Behar këtu 5 vjet top, në Vitëmric, a i pak ku o konë gjilaze, kanë lazdru vetë ata, vëlloj motra, se a i ka pos kamen e thyme në Malzi, kur ka lujtë futbal, edhe pak e kanë lazdru këtë voglin. A i pak o konë gjilaz, kur e ngucke vëlloj vetë. Edhe baba kur nuk i rek, kur hishin me hongër buk, kur i kryjshin buken, s'ka me lujt ta pas kimni me shku, me shetit në përpeja, diçka. Diçka që çdo herë është e freskët në kujtesën e saj, është periudha e luftës, të cilën thotë se kishte përjetuar rënd. Kjo, sepse kishin frikë që shteti serb do ta merrte burrin e saj si ushtar në luftën që ishte zhvilluar kundër Kosovës. Dhe kjo kishte qenë arsyeja pse kishin vendosur të largohen për në mal të zi.
A din pse? Pse kem po kur u qëshin ata demonstratët. Të ishë, Edhe mas me 93-in edhe atëherë kanë nisë ka pak kështu. Buri ka thonë, dhe mu palu dhe me hekë smjen për këtujtë. A i një tutë edhe jo? Pa jom tutë dhe burin e o konë gjallja sretit, mos me ma marrë në luft, a që ka po vinë mu unë në punë 3.000 vacër me lanë shpi. Tonë, jonë konë për para, non. Kush e ka kry ushtrin, tonë i ngreshin. Ska posare, po. Ha, pse me shku, për çka? A i ka pru diçka luftë, kur kujna non, si ka pru luftë, kur gjo mirë. Blagica thot se nuk është fare e kënaqur me politika që po zhvillohen nga të dy palët, ku thot se të gjithë politikanët mendojnë vetëm për interesat e tyre personale dhe nuk mendojnë për qytetarët. Mërë, s'ka ma politika, ta shvicë pre veti po këtyrin, nuk ka si pre para. E tash, i gudu me plejtë në rrugë. E tash zgudon, po e mshel dhere.